Dhe tani do ndalojmë tek dy shtëpi moderne ku jetojnë dy vëllezër nga Negotina, Zemriu dhe Zumeri, të cilët aktualisht janë në Itali. Këto janë një nga ata shtëpi që tregojnë qartë lidhjen e fortë të mërgjimtarëve me vendlindjen. I shohim. Sot do të marrim pamje nga jashtë dhe brenda për t'ju treguar bukurinë dhe kujdesin që ata kanë treguar për këtë vend. Shtëpitë e familjes Dauti shtrihen në një hapësirë prej rreth 5500 metër katror. Dhe këtu është hyrja e shtëpisë dhe sa po hym brenda, menjëherë vëmendjen ta tërheq një portret mjaft i bukur i dy fëmijëve të vegjël që ndodhet mu tek dera e shtëpisë. Është një detaj thjesht, por që tregon kujdesin dhe dashurinë për familjen. Ne tani do vizitojmë hapësirën brenda. Pjesë e kuzhinës dhe është stilit më modern. Brenda këtyre shtëpive vizotron një stil unifikuar ndërtimi. Secila prej shtëpive ka nga 5 dhoma dhe 4 banjo me dizajn modern e të kuruar me kujdes. Këto shtëpi janë ngritur gjatë një periudhe 6 vjeçare, duke dëshmuar për kushtimin dhe punën e palodhur të kësaj familje. Këtu në terasën e balkonit të dhomës së ndejes mund të shohësh pamjen magjike të pollogut. Është vërtet një mrekulli, zakonisht në mbrëmje. Në fund, ajo që bie më shumë në sy është fotografia e nënës dhe tezës së tyre. Një kujtim i vyrë që kujton rrugëtimin e gjatë nga thjeshtësia dhe varfëria e dikushme, drejt mirëqenies së sotme. Tezja, e cila gjithnjë u qëndroi pranë dhe i mbështeti në çdo hap, mbetet figurë e respektuar dhe pjesë e pandashme historisë së kësaj familje.